Apo ju kujtot ferri i trafikut në Vranidëll që gjirova storjen me 13 janar. Që këshyre një pomjet? Çdo ditë kije që të kolon. Është merë ku jena të jetuar. 3 orë ka po pej qitujt dhe këte të kam rritë të Remokosi. Pej këtu dhe në Prishtinë 15 minuta. Kolon e të mërshme, pritje super gjata, mos qofsha në lëkurën e atyne që kalojnë çdo ditë knej. Kur provova me kontaktu me ministrin zotin Hisen Durmishi, do me thonë kej paqasqëm në kerejt platformat, si do qoftë ministri ka refuzu me u përgjigj për mu në telefon, me gjithat ka bo një reagim në Facebook ku ndër të tjera është thëtë. Sa i përket bypassit e ura në Vranidëll, si pasojë e reshjeve të shiut janë krijuar disa gropa të cilat kanë ngadalësuar qarkullimin gjatorëve të pikut në mëngjes dhe pasdite nga ora 4 deri në ora 6. Megjithatë, komunikacioni nuk është ndërprerë në asnjë moment. Në momentin që kam pranuar shqetësimin nga qytetarët, kam dalë menjëherë në terren për të parë nga afër situatën. Domethënë, mase e kena publiku storjen, ministri ka dalë në teren, me njëherë thot kemi ndërhyrë duke i sanuar gropat dhe kemi vendosur makinerit për kacse në teren të cilat do të përcjellin situatën dhe do të ndërhyjnë me njëherë si pas nevojës. Na erdhëm me i po ato ndryshime që i ka bo dhe për një me, qëre tash, nuk ka fare kolon mo këto, qëre do me thonë, që kjo është pjesa ku ka qenë që e bëj ke kolonën. Bashkë që kjo, krejtësisht ka qenë me gropa këto, që shpo e sheni është vendos gjavar, ose qka dhe që është vendos këto, mirë po morali historijës këto është që për që të sen jënë maltretu njerëzit deri të shtash, do me thonë. Për sanimin e disa gropave këto edhe qëreni sa lërë shumë merë frym këto trafiko. Që të janë bloku njerëzit, normalisht s'kan mujt me qarkullu me shpejtësi të madhe për shkak të gropave, edhe tash qëreni. Që do me thonë që to është një pjesë ku është intervenu me zhavar, edhe qatë që kam jaftu me regullu problemin, plus as nuk është sanu krejtësisht, se aty normalisht do të me u asfaltu, mirë po me një kamionet zhavar është me njanu komplet trafiko në rrugën Prishtinë Podujevë saktësisht në Vranidëll, që këto, sa lërë shumë tash qarkullojnë veturat. Kolon kërka, fantastike, njerëz, mos harroni këtë operimin tem në teren, kur dal e mundëson Pozhegu Brothers, kompania e patunqëmërisë ndërtimit, e cila i ka ofertat më të mira në treg rreth patunqëmërisë, siguroni me vizitu të pozhegubrothers.com. Unë jam Burim Pacolli me që ta më në gjeni këtë platforma.